Ky rast i cili kishte kaluar në heshtje pas nisjes së ulëmtimit të betimit për drejtësi rreth 3 javë më parë, ku edhe njoftoi inspektoratin policor, bëri që kjo e fundit të marrë masa. IPK njoftoi se ka rekomanduar suspendimin e Nexhat Gutiqit dhe Prek Tunës mbi dyshimet se kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare. Nën koloneli dhe kapiteni policor dyshohet se kanë ndërhyrë në këtë rast, shoqërimin e të dyshuarit në stacion, duke mos përcjellë rastin për hetim dhe nuk është njoftuar prokuroria për rast, në kundërshtim me procedura standarde të veprimit të policisë në raste të tilla, duke i shqiptuar të dyshuarit një tiketë për kundërvajtje për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Në anën tjetër, betimi për drejtësi ka arritur të sigurojë 3 aktakuza ndaj Salit Devollit. Në muajin qershor të vitit të kaluar, Salit Devollit i është ngritur aktakuz nga Prokuroria Themelore në Pej për veprën penale ngacmim. Rasti ende është në gjykim dhe nuk ka një epilog. Në anën tjetër, në qershor të vitit 2012, Devolli u akuzua për veprën penale, vrasje e rënd në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme dhe mbajtja në pronësi, kontroll, posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve. Lidhur me këtë rast, ai ishte liruar nga akuza për veprën penale, vrasje e rënd në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme, ndërsa për veprën penale të armbajtjes pa leje u dënua me 6 muaj burgim, ku që Devolli e kishte kaluar në paraburgim. Po ashtu në vitin 2001, Salit Devollit ju është ngritur aktakuz nga Gjykata Komunale në Pej për veprën penale falsifikim të dokumentit. Betimi për drejtësi ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Pej qasje në aktgjykimin për këtë lënd, por është refuzuar me arsyetimin se i akuzuari ka përdorur të drejtën për t'u harruar. A është dashur me i pas parasysh edhe atë det kur e kanë arrestu zyrtarët policore dhe kur e kanë shoqëruar në stacionin policor edhe të kalumën e tij? Sigurisht se çdo person që hyn në stacionin policor duhet edhe mu trajtu edhe kalumi atij kriminal. Gjatë trajtimit të rastit. Është obligative. Policia dhe prokuroria janë 2 hallka që duhet të garantojnë siguri dhe drejtësi për çdo qytetar. Por kur njëri institucion vendos të mos e përfshijë tjetrin për arsye të ndryshme, krijohen dyshime dhe lëkundet besimi i qytetarëve në drejtësi. Në këtë rast, heshtja ka folur me zë të lartë në vend të drejtësisë.